Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar kolegë ministra, të dashur miq e banorët njësisë nr. 1, të dashur bashkëqytetarë të Shkozës. Ju falenderoj përzemërsisht që ne jeni bashkuar sot, por mbi të gjitha dua të falenderoj kryeministrin dhe kolegun tim Piron që gjetën kohën për të na qenë këtu me ne në këtë ditë kaq të veçantë. Ne jemi mbledhur sot për të prezantuar përpara banorëve të njësisë nr. 1 një projekt të jashtëzakonshëm, ndërtimin e një impjanti të teknologjisë lartë, i cili vjen si rezultat i bashkëpunimit mes kompanisë shtetërore Kajo dhe kompanisë Timak. Ky projekt përfshin një investim serioz në teknologji moderne dhe inovative për prodhimin e automjeteve ushtarake dhe uniformave me cilësi të lartë për forcat e armatosura dhe policinë e shtetit. Ky është padyshim një investim i rëndësishëm ekonomik për mbar vendin, por për njësinë një ai është realisht një projekt shumë transformues. Është projekt që do të sjellë zhvillim dhe do të hapë vende pune jo vetëm për pozicionet specializuara, por edhe në shërbim mbështetëse duke krijuar një pol zhvillimi për njësi e duke siguruar një të ardhme më të mirë për shumë familje në zonën tonë. Ky projekt është veç një nga dhjetra projekte transformuese e inovative, pjesë e vizionit Shqipëria 2030, për të cilat po punon kjo qeveri në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Ashtu siç ka ndodhur dhe shumë më parë, dhe shumë për projekte tjera që ne kemi transformuar këtë vend, edhe ky projekt po sulmohet sot nga opozita, e cila me që vetë s'ka as ide as vizion, por përpiqen ta kthejnë komunitetin kundër punëve të mira që po bëhen përmes mashtrimeve dhe gënjeshtrave. Jam i vetëdijshëm që disa banorë mund të jenë të shqetësuar nga gënjeshtrat dhe keqinformimet që janë përhapur lidhur me këtë projekt. Ndaj si përfaqësuesi juaj në këtë komunitet, dua t'ju siguroj se nuk ka absolutisht asnjë gjë për t'u shqetësuar. Këtu do të prodhohen automjete e uniforma dhe jo bomba dhe eksploziv. Shkoza s'ka asnjë arsye për t'u shqetësuar, po ka çdo arsye për t'u gëzuar e për ta mirëpritur këtë projekt që do të zbatohet sipas standardeve më të larta të sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit dhe do të sjellë punësim, zhvillim ekonomik dhe mirëqenie. Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen tuaj dhe jam shumë i gëzuar që jam sot këtu. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar kolegë ministra. Uzina e autotraktorëve në fakt ka qenë një nga ndërmarrjet ndoshta më të rëndësishme industriale të vendit dhe një simbol i fuqisë mekanike shqiptare të dikurshme. Dhe siç e keni parë ndoshta edhe në disa lajme që janë bërë publike gjatë gjithë këtyre muajve, ne jemi duke realizuar një sër dëgjesash publike në të gjitha ato ish uzina ushtarake apo mekanike, si pjesë e gjithë përpjekjes fakt të qeverisë shqiptare dhe të programit për sa i përket industrisë ushtarake. Më lejoni t'ju them 2-3 element faktual për pjesën e industrisë ushtarake dhe gjithë përpjekjes që qeveria shqiptare dhe Ministria e Mbrojtjes së bashku forcat armatosura po ndërmarrin. Kjo dekadë ka qenë padyshim një dekadë e rritjes së buxheteve ushtarake dhe pikë së pari rritjes së investimeve, me një 10 fishim të tyre në 10 vitet e fundit. Jo vetëm kaq, rritja e buxheteve të mbrojtjes ka siguruar gjithashtu dhe rritjen e trajtimit financiar të ushtarakëve, përfshirë dhe të gjithë komponentit inxhinierik, teknik, mekanik, të cilët janë jetësor për sa i përket ambicjes tonë për të rihetëzuar industrinë ushtarake në vendin tonë. Dhe arsyeja pse jemi sot së bashku këtu dhe me kolegun e Ministrisë së Brendshme është sepse strategjia e qeverisë shqiptare është që sa herë investojmë në kapacitete ushtarake, të mund të mbështesim gjithashtu edhe kapacitete që lidhen me policinë e shtetit. Shihni këtu 2 shembuj të prodhimeve Made in Albania nga kompania Timak, me cilën jemi në bisedime
intensive për të realizuar një bashkëpunim sipas ligjit të ri të industrisë ushtarake, me qëllimin që të mund të mbulojmë ato nevoja të brendshme, të forcave të armatosura, të emergjencave civile, të urgjencave mjekësore dhe padyshim, siç e përmenda, edhe të policisë së shtetit. Pra jemi në një sipërmarrje ku shteti shqiptar sa herë do të investojë dhe do të shpenzojë para për të blerë mjete, pajisje dhe industri, do ta bëjë këtë duke siguruar që këto blerje prodhohen këtu, kanë një vlerë të shtuar ekonomike në vendin tonë dhe padyshim prodhojnë punësim dhe ekonomi në komunitetet ku këto uzina janë të instaluara. Dhe uzina e autotraktorëve bëhet pjesë kësaj e një zinxhiri kombëtar zhvillimi së bashku me Rubikun, ku do të montohen sistemet e artillerisë dhe dronëve luftarak, Vlora me shkollën e aviacionit dhe kantierin detar, Gramshi dhe Poliçani për sa i përket armëve dhe municioneve, dhe Mjeksi për të gjitha kapacitetet e municioneve të specializuara. Siç e përmendi dhe Ervini pak më parë, në këtë objekt do kemi prodhim të mjeteve të blinduara, pra një sipërmarrje automekanike, mjeteve të emergjencave civile dhe mjeteve ambulatore për sa i përket emergjencave mjekësore. Sikundër në godinën nga pas jush, do të sigurojmë gjithashtu prodhimin e mjeteve pajisje personale, uniformave, kaq të nevojshme në fakt për të gjithë tipologjinë e forcave, qofshin këto të armatosura apo me objekt ligjzbatues. Jam shumë i gëzuar që mundëm të realizonim këtë dëgjesë dhe do ja kaloj fjalën tashmë kryeministrit dhe më pas do kemi mundësinë që të kemi një bashkëbisedim për të gjithë ata banor apo qytetar që kanë pyetje, shqetësime. Jemi krejt në gatishmëri, ju faleminderit. Përshëndetje, besoj që ministri e shteroi argumentin në kuptimin që besoj është e qartë për gjithë që këtu bëhet fjalë për një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për forcat tona të armatosura, për ekonominë tonë kombëtare edhe për komunitetin këtu, pasi në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake në Shqipëri, ne kemi një sër projektesh për rijetësimin e një infrastrukture të vjetër, të mbetur jashtë funksionit, siç është dhe kjo infrastrukturë këtu, apo siç ishte infrastruktura e kompleksit industrial të Rubikut, apo infrastruktura tjera në territorin e Shqipërisë, ku synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plot të prodhimit në vend për nevojat e forcave tona të armatosura, për nevojat e forcave tona të policisë, për nevojat e forcave tona zjarfikse, por edhe për eksport. Kjo do të bëjë që nga njëra anë rritja e përvitshme dhe domethënëse e buxhetit të mbrojtjes të shkojë për të stimuluar ekonominë tonë kombëtare, nga ana tjetër përmes krijimit të këtyre hallkave të reja të një zinxhiri prodhues të krijohen vende të reja pune të mirë paguara për teknik dhe për ekspert të nivelit lartë, dhe sigurisht patjetër edhe që përmes këtij procesi të stimulojmë edhe teknologjinë e inovacionit. Kjo është pak a shumë
panorama brenda të cilës hyn edhe kjo strukturë. Nga ana tjetër do të fillojmë edhe investimin për prodhimin e veshjeve, uniformave ushtarake dhe të policisë në vendin tonë, pasi edhe në këtë aspekt i kemi të gjitha mundësitë që të bëjmë prodhime të cilësisë shumë të lartë dhe të krijojmë vende pune dhe të furnizojmë forcat tona të armatosura apo forcat e rendit me uniforma shumë cilësore dhe më pak të kushtueshme, dhe nga ana tjetër të krijojmë një bazë prodhuese që do të mund të shërbejë edhe qëllimit të eksportit. Kështu që në këto mijëra metra katror që janë këtu, që sot, siç e shohim gjithë, janë jashtë çdo funksioni, do të krijojmë një hapësirë ku do të ketë punë, do ketë ekonomi, edhe do ketë zhvillim. Duke qenë se jemi këtu edhe është krijuar një shqetësim, siç ndodh zakonisht në Shqipëri kur malin mbarset për të pjellë 1000, ishte detyrimi ynë që t'ju sqaronim nga afër, që të mos zhvillohet më tej gjithë ajo teori konspiracioni që këtu do krijohet një vatër rreziku për jetën e njerëzve, një çmenduri e vërtetë që në fakt tregon se sa shumë i shqetëson qetësia edhe mbarvajtja e jetës njerëzve, ata të cilët i prodhojnë këto lloj teorish edhe i shpërndajnë. Dhe duke qenë se jemi këtu, patjetër që së bashku me dy ministrat jemi në dispozicion për çdo pyetje, shqetësim, dhe me këtë rast mos nguroni të bëni edhe pyetje të tjera me që jemi këtu. Ndërkohë që unë e di shumë mirë që këtu në kufi me këtë pronë është edhe një situatë ende e pasgjidhur që lidhet me banesat e ndërtuara dhe që ju jeni në pritje të legalizimit apo jo. Kështu që këtu jemi në dispozicion. Përshëndetje, zotë kryeministër, mirë se erdhe në njësi një. Unë jam Besnik Sulla, pensionist, ish mësues fizikulture në këtë zonë. Sa mora vesh që të ndërtohet kjo vepër këtu, erdha me vrap. Pse? Kam 25 vjet që banoj dhe jetoj në këtë njësi. Është një zonë me një komunitet shumë të madh, me një popullsi heterogjene, një zonë e varfër. Dhe më po qifi vetëm për këtë rast, sepse ka djemë dhe vajza të reja, që ropaten poshtë e lartë për shkuar në punë. Dhe kjo është një ogur shumë i mirë për zonën tonë, që na ofrohet për të punësuar këto djemë dhe këto vajza të reja. Në 2013 të kam drejtuar 3 pyetje kur erdhe për të promovuar kandidatin Ditmir Bushati këtu. Pyetja e parë ishte për arsimin, pyetja e dytë ishte për ne banorët e uzinës traktori, dhe pyetja e tretë ishte për administratën. Dhe mbasi mora përgjigjen tuaj atëherë, jam shumë i lumtur që ju i keni mbajtur të 3 premtime. Edhe me arsimin që ishte cop, sepse kam punuar vetë në arsim, por edhe me uzinën që unë të drejtova duke të thënë, jemi 340 familje në uzinë traktori, dhe na u bëshë presion në aso kohë, do dilni sot, do dilni nesër. Dhe ju na e bët atë legalizimin,
ne banorët, jemi 340 familje aty. Entibanesa na ka dhënë edhe tapit i dashur kryeministër, dhe jam shumë i lumtur, por kam kam 2 gjëra për të thënë. Këtu do bëhet industria. Aty poshtë është mbikalimi i Shkozës me një infrastrukturë moderne. Ka ardhur ajo rruga, trotuaret, ndriçimi ka ardhur deri te kuzhina. Aty janë ndaluar. Jo se nuk ka ndriçim ujësjellës e gjëra, por të gjitha arterjet që të çojnë tek mbikalimi dhe tek rruga nacionale kanë nevojë për një ndërtim rruge, sepse ka shumë probleme rrugë që nxjerrin atje. E para. E dyta, kisha për pensionet. Jam shumë i lumtur për pensionet që keni bërë një reformë sepse ka qenë tavani 245.000 lekë. Mos më ka fajkush sepse unë nuk kisha vite pune, nejta 8 vjetë pa pune dhe pensioni nuk më doli si mësues të tjerë, po më doli më pak. Tash i kush punon, kush derdh kontribute, merr pensionin më shumë. Dhe unë të falenderoj me një fjalë për pensionet, ja kam ngritur dhe ministrit, që kam shumë respekt. Ja kam ngritur një shqetësim të vogël. Ushtarakët kanë një pension të kënaqshëm dhe nuk jam kundër me fjalë që mos ta kenë të pension të mirë. Por duhet parë edhe mësues, duhet kenë një status. Unë jam 70 vjeç sot. Marr një pension me të thënë drejtën shumë të vogël. Dhe dua që në programet e juaja, me fjalë të shikohet që për mësuesët të ketë një status. Kaq. Ndërsa për diçka tjetër kisha, desha t'i uroj deputetit suksese, të 3 kampionëve të rilindjes, Ervinit, edhe një ish-zënësit tim, Agron Manajt dhe Orlando Rakipit, ju uroj suksese dhe 77 mandate do të marrish. Të uroj suksese. Je pak mikrofonin dikush atje. Nëse ka në i shqetësim i ere para punës, nëse ka në i paqartësi lidhur me investimin këtu i erë, si fillim. Pastaj, pa tjetër edhe tjerat janë të rëndësishme. Ndërkohë që vjen shumë mirë që janë bërë dhe legalizimet dhe nuk e kuptoj mirë dhe kush mas qaron jam mirë njohës, nuk kuptoj mirë qa shqetësimi keni ju që keni këto 320 banesat, se juve në qofse i keni dhe legalizimet, qa shqetësimi keni të shi? Po, jepi pak mikrofonin. Ju faleminderit që na dha mundësinë të komunikojmë. Duke e ditur, zoti kryeministër, se i keni Afroj pak mikrofonin. Duke e ditur se i keni qef patutat dhe këto, do të më lejoni 1 minutë që t'ju flas diçka. Në 46 në 47 u bë reforma agrare dhe ju hoq toka Beler dhe këtyre dhe ju dha fshatarëve. Duke kalu Beu përpara fshatarit që kishte marrë tokën, fshatari i thot, rrofsh më reforma agrare që ju a more tokën Belerëve dhe Agallarëve dhe ju a dhe fshatarëve. Në kryet vitit hyni kooperativa bujqësore dhe ju a morën tokën fshatarëve. Tani Beu kalon të aty dhe fshatari po rrinte. I thot Beu, i thot, rrofsh më i kooperativa bujqësore, thot, vetë na e more. Ta këti këtu, profesori që e kam këmëshit, është shumë i gëzuar, por ne me të vërtet jemi të gëzuar për privatizimin e banesave, jemi të gëzuar për shumë gjëra tjera, por zona ku ne banojmë është shpallur zonë rindërtimi. Ju lutem shumë, na jepni një shpjegim se çfarë do të bëhet me neja që poshtë. Kam apliku për të bërë
bashkimin e trojeve me banesën dhe në mënyrë më absolute nga hipoteka nuk na jepet asnjë lloj komunikimi. Po të arrish me bo një shtrim në borë ani që direkt vjen policia bashkiake sepse është thonë në rindërtim. Ju lutem shumë na shpjegoni çfarë mendoni të bëni me uzinën e traktorave dhe kjo zona e rindërtimit nuk ka vetëm uzina. Por nga rreth rrotullimi i poshtër i Shkodrës e deri këtu. Tek isha unë. Ju falenderoj për mundësinë që na dhat. Po, jepja pak. Zoti ky ministër, mirë se erdhe në uzinën autotraktori, me takuar gjithë këtë popull të mrekullueshëm të uzinës traktori. Unë do të ngajt edhe avërsisht për lagjen, sepse të njëjtat probleme që kam unë, kanë edhe këto shokë tjerë, nuk përse se kanë. Afroje pak mikrofonin se nuk do dëgjoj. Nuk kam më tepër probleme, ashtu probleme që kam unë do t'i kenë të tjerë. Se që gjithë e vendin ne e dim gjithë, jemi të shpitarë. Dhe të mira të shifen, sa të shia shifi vetë se je njëri që i kupton dhe i më mirë se sa ne tjerët, dhe ti ke ndorë për t'i kuptuar të mira dhe të qiet. Unë kam një problem bëne këtu si për uzinës traktori, jemi 16 shtëpia që i kena toaletet ose më mirë banjat i kemi mund në asfalt. Nuk kemi ka të qëpë se lartë shkojnë. Erdi një firmë ndërtimin nga uzina, deri tek vareza makinëve një 500 metra më lartë, e këputi dhe aty dhe gjallë nuk e bëjmë atë kanalin 150 metra, tuba, edhe 2 orë një fatron për të fut atë banjat 16 shtëpi, banjat mrena ta, mi lidhë me kolektorin kryesor. Nuk një gjë gjallë. Tha bëni firmë, bëni ato kalendritetit me firma me qita t'i qeke i zyrë, i qoj, nuk na e miratu në fare. Edhe sot asaj dite për turë për zezë, kemi 16 shtëpi, bëja që dhe në gjate. Nuk kemi ku t'i qojmë. Kemi mi fjarë, kemi hasë në vështërsi, edhe me përnartë e tokove se thonë, ti na ke shu bëjnë këtu, kësë duhet me shu. Tani, jo ti ke përfajsus që ne na i bëjnë këtë punë. Një përfaqësuesi juaj, të viti shikoj, kuj kemi banjat, dhe po që e vërtet, 150 metra kanal nuk është problem. Virës i thamë firmës, investojmë edhe ne. Vetëm në fut një këto banjat në kanal të kryesor. Nuk një gjoj. Tani me ardhjen e këti zotëris, nuk është, e thonë që të shkësht ti dërë për dërë, zoti ky ministër. Ty të falenderojmë, ti bë puna ti e ku është për të banë, ti përfaqësuesit që ke sot për shembull zotëria të na shohin nga njerë. E kupton. Kemi ca rrugë, lagje, i kanë shtu me beton, 5 cm asfalt, dhe shkrim dhe nesë njerëzit. E kupton, është 400 metra një rrugë, edhe 500 metra një rrugë lagje që shkojnë gjithë ato familje. Prapë se prapë, nuk më bëhet vonë, dashmë se bëmë me asfalt atë, banjat kemi qef, zotë ky ministër, përfaqësuesve tuaj, na i shojnë t'i shohin, nëse nuk janë gjatë, mos ta bëjnë as 1 metër. Po gjithë janë gjatë, na i lidhin 150 metra kanal e t'i fusin tubacion kryesor. Se s'është problem. Tjetër, jo, s'ka faleminderit ti më mrapa. Zotë ky ministër, një minutë. A ke akoma? Po. 75 vjeç që jam sot, kam punu për një shtëpi. Ka 20 vjetë që e kom ndërtu, as sot as nesër, e kanë mot 150.000 herë, shkojmë atje, të le kush me himena me pytë, se është punë më bu, pëse së bëhet. Asë jam komunist, asë jam të mëkat, asë si jam puna nuk e di. Për qarë si është puna? Për qëfarë si është puna? Por zote vetëm avioni se që të Po ma fepra tubacionin, jepja se të dëgjova, do t'aja përgjigjen, jepja, e dëgjova tubacionin, jepja pak. Je pak ka ti zotnisë atje.
Përshëndetje, zoti kryeministër, quhem Izmir Noka, jam nga Kuksi, jam banuesi i njësisë numër 1. Kam ca shqetësime, ty urime, inshallah i fiton zgjedhjet, çdo gjë të shkon bare mirë, të fitoft më i miri. Por ne jemi banor të kësaj zone, po vujmë shumë, rrugët gropa, copsh. Po të vish duke rrethi edhe lart, mjafton ti shofësh. Ndoshta jam i qikja shteme, po kam qef të ty them ty se nuk e di a ti thonë, apo s'ti thonë. Uj, po të vish në orën 7 këtu, shkon lumë për rrugë, si kur s'ka, ne po drejtojmë ty se ti e zor shpije për ne, se përderisa e kemi ministri dhe që te ty duhet të flasim. Nuk jemi në rregull, kosto çdo gjë, makinat copsh, ti urime për këtë investimin që po bani këtu, inshallah bën sa më mirë se ne Levërdi kemi se ndoshta punësohet në familjarë joni apo diçka. Unë nuk kam marrë këtu as të them për legalizimet, se legalizimin e kam bën vetë. S'ma ka bën as PD-ja, as PS-ja. Besoj e kupton si e kam bën, si gjithë tjerët. Tani, a ka mundësi të na ndihmoni për rrugën, se nuk po ju kërkojmë as na jepni lek, as na fusnin punë, por rrugën, ajo që është më minimumi, që mos të rrimë për të nru gome, të nru suspensione makinave, se shive vetë, nuk na bin lek nga qielli. Po. Ka që kisha. Po, e kuptoj. Edhe diçka një sekond tjetër, një moment që do të bësh i kotet spulash, po them kotet spulash po e zënj, të vjen IMT, IKMT, policia bashkiake, policia e rendit, edhe nuk ose të vinë në zbatim të ligjit, po të vinë dhe të thonë 5 milioni, 5.000 tjetëri, 20.000 euro. Shive vetë, këte se unë nuk matutje, nuk e di qatë të them. Po, të kuptoha shumë mirë. Tani këtu ke kjo kam i problem të madhun me ty. E kam shumë të madh problemin këtu ke kjo. Se këto lafet shu në hava nuk më pëlqejnë mu. Në qoftë se të vjen dikush edhe të thot atë që the, ti duhet ta denoncosh. Kupton? Po patjetër. Duhet ta denoncosh. Sepse ndryshe nuk mundet do të funksionojë kjo punë. Që ti të qosh tu edhe të flasësh në hava, edhe ti ngarkosh të gjithë me përgjegjësi, ndërkohë që unë nuk e përjashtoj që të ketë individ të tillë, por ama, kur thua policia, është fjalë shumë e madhe, se policia janë 9.000 vetë. Apo jo, nuk mund t'i ngarkosh ti ata me fjalë në ajër. E para. E dyta, zotnia jote ka ndërtu pa leje këtu, apo jo? Ha? Ashtu. Pa tjetër, ka ndërtu pa leje. Po t'ishe vetëm ti që ke ndërtu pa leje, do t'a kishim zgjidhur këtë punë, po nuk je vetëm. Sepse që të merremi vesh, dëgjoj këtë historinë legalizimeve, ne kemi bërë dhe i kemi bërë ne, nuk i ke bërë ti, me që the as ky as ai, se po t'ishin të gjithë njësoj, jo, atë, po mirë, më nëse është ashtu, bashkë në të dy tashti, mbas kësaj, do shkojmë bashkë në polici dhe do të denoncojmë bashkë të dy atë. Ti do të denoncosh, se nuk mund të ma bësh mu kështu edhe të qeshësh. Më kupton? Pra, ne të dy bashkë, mbasit marrojmë mbledhja, do shkojmë atje, do ta denoncojmë dhe do ta shkojmë deri në fund atij personi që të paska cënu ty. Dakord? Se është edhe turpi madh që e thu kështu herë, sepse normalisht kjo nuk duhet të ndodhi, por për te kësaj nuk ka rëndësi. Unë nuk e përjashtoj fare që ka të tillë, si përjashtoj fare. Nuk i përjashtoj, por ama në bazë të ligjit shqiptar ti je po aq fajtor sa dhe kushdo qoftë që ka bërë këtë gjë, nëse e ka bërë me ty, që e dyshoj shumë. E dyshoj shumë me thënë drejtën, se më lë të mbaroj, e dyshoj shumë. E dyshoj shumë. Po, tani, jo më pse, nuk kemi nevojë për Zotin në këtë mes fare, jemi ne të dy dhe ne të dy të shkojmë deri në fund saj pune, as nuk diskutohet. Bashkë unë me ty në mbështetjen tënde, deri në fund. Patjetër, se nuk duhet i lëm këta njerëz që të godasin dhe të nxjin imazhin e shumë të tjerëve që nuk ja kanë për borxh as njeriu që të përmenden kështu opshe, se ka patjetër punonjës policie që
meritojnë ndëshkim. Ka patjetër edhe infermier, edhe mjek që meritojnë ndëshkim. Ka nga të gjitha, por ama nuk janë shumica. Nuk janë shumica. Më kupton? Nuk janë shumica. Shumica nuk e meritojnë që të futen në i thes. Dhe që mos futen shumica në i thes, raste si ky që më dheti mu duhen shfrytzu. Dhe ne të dy bashk, këtë rast do ta shfrytëzojmë në të mirë të shoqërisë. Ndërkohë që ajo që unë po thosha është kjo, që janë bërë 270.000 legalizime. Jo, ti e merr me të qeshme, po unë jam shumë serioz. E di, po qeshme ato afër. Janë bërë 207, se e kuptova shumë mirë që kur morë fjalën, se kam kaq vite që mbërem me këtë punë dhe i njoh njerëzit edhe 200 metra larg. Kështu që ti e tip me humor e kuptohën që nga larg, po këtë humorin, bashkë me mu që kam dhe unë humor, do ta bashkojmë humorin dhe do të merremi seriozisht me këtë punë bashkë të dy. Do t'i shkojmë deri në fund saj ne. Nuk do ta lëm ne këtë punë që ti iki kështu. Në qoftë se ty dikush të ka kërkuar të paguash, ai do paguaj, pik marroj muhabeti. Kushdo që tjetë. Po ti do ta tregosh se kush është. Ashtu. Ndërkohë që 270.000 legalizime janë bërë deri tani. Kanë qenë vetëm 21.000 kur ne kemi marrë detyrën. 21.000. Janë bërë 270.000. Pse nuk kanë mbaru? Janë dhe janë 60.000 tjera. Pse nuk kanë mbaru? Sepse janë tej mase shumë në raport me mundësit për t'i bërë si duhet. Dhe puna vazhdon. Por ama 270.000 janë bërë. Që ka rrugë në Tiranë dhe kudo qoftë, në për lagje, në për zona që nuk janë si duhet, nuk e diskutoj fare unë. Por ama, sot, zotnia jote që banon këtu, je shumë më afër Tiranës ashtu si duhet, sepse ke akset kryesore për bukuri që të kanë ardhur ke dera shtëpisë. Është kështu apo jo? Ja, nuk të duhet, jo, unë e di që ty s'të duhen, se ti për këtë punë ka ardhur dhe në takim. Por, patjetër, ti ka ardhur në takim pikërisht për këtë punë, por unë jam shumë i lumtur që ka ardhur ti, se kështu bëjmë dhe debat. Më lër të mbaroj, ty nuk të duhen akset, nuk e diskutoj fare unë. Iç, sepse ti ka ardhur, ke bërë një ndërtim pa leje dhe ti kërkon llogari pse aty pikërisht te ndërtimi jot pa leje nuk ka 5 metra rrugë. Ndërkohë që akset që kanë lidh gjithë lagjen me gjithë pjesën tjetër, ty nuk të duhen. E kuptoj unë? Jam shumë i qartë për këtë. Por ama më duhen mu. Më duhen mu, i duhen të gjithë këtyre, i duhen qytetit, i duhen ekonomisë, i duhen dhe zhvillimit. Sepse nëse nuk do ishin bërë ato akse, kjo gjëja këtu që po bëjmë ne nuk bëj, që ta dish ti. Ky transformim këtu nuk bëj, nëse nuk do ishin bërë ato akse. Sepse nuk vjen kush të bëj një investim aq madhor sa çdo bëhet këtu, ndërkohë që rruga kryesore është gjithë gropa. Siç ishte deri përpara pak vitesh apo jo. Zvihet dot tu fare. Se për fat të mirë unë e njoh shumë mirë të zonën, e di pse, se kaloj shpesh dhe e shoh. Se unë jam katunar, nuk jam si ty, ti je qytetar. Ashtu, ulu. Ulu se po flas, ulu më let mbaroj unë. Më lër të mbaroj, mos më krijo probleme, ulu tani, më lër të mbaroj unë tani. Unë të dëgjova me respekt, ty po të drejtohem patjetër, se unë i kam shumë qef sfidat. Ti më sfidove dhe unë po të përgjigjem. Po prit se s'ke marrur, ne sa kemi fillu bashkë. Ne do bëjmë miq bashkë. Ne do jemi miq bashkë, se ne të dy do t'i shkojmë deri në fund një çështje korrupsioni, unë dhe ti. Të dy. Patjetër. Ashtu. Tani 1 minutë, po lërë për sepse s'ka nevojë se flasëm. Ti thua, jo, në asnjë mënyrë. Jo, ulu. Në asnjë mënyrë, ulu. Jo, ulu, në asnjë mënyrë. Mos u merr me gratë, më shif mua. Me gratë merrem unë se janë në mbrojtjen time. Ti më shif mua. Tani, se po mundohem, po flas me ty që të flas me të gjithë në të njëjtën kohë. Dhe po shpjegoj ca gjëra që janë shumë të thjeshta, që ti dukesh që je shumë njeri i squt se ke qenë në emigracion dhe duhet i dish dhe ti kuptosh. Se ke pa botë. Dakord?
Ke pa botën si funksionon. Tani, ky investimi këtu vjen si rezultat i investimeve që janë bërë. Bravo, shumë mirë, faleminderit, po më lë të shpjegoj se nuk po flas vetëm me ty, po flas me të gjithë. Si rezultat i gjithë investimeve që janë bërë. Tjetra, unë e kuptoj shumë mirë problemin edhe të tubit të ujit, tubit të ujrave të ndotura, edhe të rrugicës tënde, që po të futesh në këtë zonë brenda, kudo janë këto probleme. Por ama, si kaq. Por ama ka i problem tjetër. Këtu, me sa di unë, mbase e kam gabim, ma thoni ju, me sa di unë, pjesa më e madhe këtu ka një hall tjetër, nuk kanë këtë hallin si të rregullojnë 5 metra rrugë në këtë lloj kaosi që është këtu. Një pjesë këtu kanë hallin si ta zhvillojnë pronën se nuk e zhvillojnë dot. Apo jo? Është kështu? A është kështu apo jo? Një pjesë këtu kanë hall që i kanë ndërtimet, i kanë legalizu, po nuk zhvillojnë dot pronën. Duan të futen në marrëveshje për zhvillu pronën, nuk e zhvillojnë dot. Apo jo? Më ndjek ti, miku im, se me ty e kam unë. Me ty e kam. Po merr mesazh në telefon tash? Me ty e kam. Jo, të kanë gjetë mirë, të kanë gjetë fiks për këtë punë. Tashi, cila është arsyeja pse unë mendoj që nuk duhet me bëhet rrugën tate? Të ta jap, më fal të ta jap përgjigjen. Pse nuk duhet bërë ajo rruga jote? Ja ta shpjegoj, pse? Ajo pjesa e vogël, po them, unë nuk e di ku e ke shpinë, po të flas në parim. Më dëgjoj deri në fund. Kur të mbaroj, më thuj s'të kuptova. Ti po më kupton shumë mirë mu, se po më thu dhe bravo. Nëse këtu do të bëhen investime publike për të mbajt këtë situatë si që është, janë para të hedhura kot. Ndërkohë që nëse këtu do të zgjidhet problemi që kanë pjesa dërmuese, që si ata që duan të zhvillojnë pronën, të kenë mundësi ta zhvillojnë, atëherë kjo kërkon, nuk e di këtë të zonës rindërtimit, do e shohim eksaktësisht se çfarë nënkupton kjo, por nuk ka se si të nënkuptoj që do bëhet zonë, nëse është caktuar si zonë rindërtimit, do me thonë që është një zonë që mund të zhvillohet. Dhe nuk nënkupton, mendoj unë, që duhet hikni ju se do rindërtohet, se kjo s'ka logjik. Nëse konsiderohet zonë rindërtimi, do një plan urbanistik, ku të përfshihet gjithë zona bashkë me gjithë teritorin ku ju jeni, dhe pastaj se cili si pas dëshirës e zhvillon apo nuk e zhvillon, hynë në marrëveshje apo nuk hynë në marrëveshje. Se në momentin që juve keni bërë legalizimin, jeni pronar, a më kupton, do më thënë nuk bëhet dot një zhvillim pa marrëveshje. Por që ju të hynin marrëveshje, duhet një plan urbanistik këtu, i zhvillimit zonës, që të ndaj edhe pjesën ku do vazhdoj të ketë industri, edhe ku s'ka industri se ka banor. Edhe banorët do zhvillojnë jetën e tyre. Kjo është si e shoh unë. Je dakord me këtë vizion? Je dakord. Po mirë, pra rregull. U morëm vesh. Do me thënë, ne jemi dakord bashkë me vizionin. Kjo është shumë e rëndësishme. Jemi dakord se çfarë do bëjmë nga sot deri në të ardhmen për lagjen, dhe jemi dakord dhe që do bëjmë ne dy mas takimit. Për të dyja këto jemi dakord. Atëre unë ty do të kthej me partinë time. Ma men se që po të tëmë. Do të kthej unë ty. Unë ty do të kthej. S'ka marrë tu për të bëhë fushat, po unë ty do të kthej me partinë time. Se do bësh dhe personazh sot në përlajme dhe shovësh. Shko kliko ke syri, do jesh kryesori sot ti atje. Por ti do bësh me mu. Maru kjo punë. Absolutisht, po ti do... Demokracia e sapi, po e sapin ti do të kesh me mu. Po. Erdhe për të më hapë probleme, po unë, ti dhe unë, do jemi bashkë në një parti që zgjidh probleme për tjerët. Në rregull. Se na mori kohë shumë se janë të vështirë këta demokratët. Jepi e qik... Zotë Kryeministër, të përshëndes.
Përshëndes edhe dy ministra, deputetin tim. Nuk jam për kritik, as për vrejtë të shuk, kam një kërkesë të vogël, që në 2016 kam pagu 3,5 milion lek për trullin, edhe nuk kam marrë as një lloj përgjigje. Si ke pagu për rrugën? I kam pagu. Nuk kam marrë certifikatën. Aha, qartë. Po. Nuk e kam përbej, kam shku të portali, kam shku të gjitha nej, nuk kam gjithë zgjidhje. Nuk e kam unë që në 2016, të më thonë, nuk di se kur të ta marrë. Me gjithate, unë jam aktiviste e Partisë Socialiste. Kur të mushet menjat ma bjenë. Se kam problem fare. Unë të uroj shumë suksese, i uroj deputetit tim suksese, edhe më ka, do me thënë, top për balë. Do të votoj me gjithë njerëzit e mi për te. Si shkam votu gjithmonë. Ka në i gjë tjetër? Ka dikush? Po jeve pak zotë nisët. Mirë se erdhe, zoti kryeministër. Unë jam një ish ushtarak dhe ish polic. Kam ndjekur dhe atë rrugën tuaj vi nga Perëndimi. U dëgjova me vëmendje për këtë industrinë ushtarake. Mendoj që është një model i mirë, shumë patriotik. Në këtë kuadër unë mendoj që isha një zyrë atje ku ke qenë ti dhe deputeti ka një zyrë çdo qytet, çdo lagje. Dhe një email mbas 15 ditësh të takon dhe i sqaron shumë gjëra. Se jo të gjitha gjërat mund t'i atakoni juve, mund t'i dëgjoni juve. Është mirë që kjo zyrë që dikur ishte i nisëm të rihapet prap, sepse ju keni vënë djem të mirë dhe këta djem do i zgjidhin këto probleme. Unë kam 30 vjetë që banoj këtu, banoj dhe në Francë. Mendoj që është zhvilluar kjo zonë, me këtë rrugë që është bërë artere kryesore. I njoh shumë mirë këtë komunitet, kam qenë dhe shef komisariati. Të kam dhënë dhe një këshill në Korçë për pensionistët, pëse mbanë mend. Ke bërë mirë që e kthyer te pensionistët sepse ata kanë kontributet vyra. Kjo zonë gjithmonë ka ditur të zgjedhë dhe të bëjë zgjedhje të zgjuar. Unë mendoj se dhe këtë radhë, këta qytetarë që janë këtu, kanë ardhur me dëshirë që t'u japin shpresë juve të vazhdoni një rrugë të mirë. Sepse do vemi atje dhe ai dinjiteti që ju thoni shpesh, dhe do të vemi atje se ajo është origjina jonë. Do them dhe 2 fjalë për deputetin. Është një djalë që mendoj që do i rriz vlerat kësaj zone. Bile mendoj se keni bërë zgjidhjen e duhur. Ju uroj jetë gjatë edhe fitore, fitore, fitore. Tani që ta mbyllim se e thash domon qëllimi ishte herë që t'ju qetësonim dhe të qetësonim gjithë zonën lidhur me investimin që do bëhet tu, që s'ka lidhje me asnjë lloj problematike për të shqetësuar, por përkundrazi është një investim shumë i dobishëm. Por nuk e kuptova pse u ktheve te pensionistët, se unë nuk kam hik ndonjëherë nga ideja që pensionistët janë pjesa më e pa shpërblyer e shoqërisë tonë. Madje ka që vërtet është kjo që po them, sa po kemi ardhur në qeveri, unë një nga gjërat që kam kërkuar ka qenë reforma e pensioneve. Dhe nëse sot ka 2 bloqe pensionistës, se nuk janë njësoj pensionistët, që t'jemi të qartë, janë 2 bloqe pensionistësh. Janë një blok pensionistësh, dhe nuk janë pak. Janë afro 220-230.000.
nuk janë pak, që marrin pensione më të mira dhe një blok tjetër që marrin pensione më të ulta. Kjo ka ardhur si rezultati i asaj reforme. E tha përpara profesori i edukimit fizik, ne e gjetëm këtë vend në kushtet më katastrofike për pensionistët. Më keq se çfarë gjeti ai rrugën kur erdhi nga emigracioni. Fiks ashtu, më keq. Pse? Sepse ishte vënë i tavan dhe pensioni nuk ishte pension, ishte asistencë sociale. U mbyllën këto të gjitha fabrika e uzina, u nxorën gjithë njerëzit në rrugë, u shkatrua komplet qa ishte baza industriale e vendit që për hir të vërtetës në vendet e tjera të rajonit funksionon akoma sot, pa shkuar më larg. Për shembull, nëse flasim për industrinë ushtarake që ju e njihni më mirë se unë, sot Serbia ka një kapacitet industrial ushtarak të bazuar në 95% tek baza e vjetër industriale ushtarake, që nuk e mori ta çojë për skrap. Këtu u bë gjithë ajo katrahur dhe çfarë ndodhi? Ndolën njerëzit dhe tha ikni tani, merrni pension, 40 vjeç në pension. Dhe u krijua një masë e jashtëzakonshme njerëzish që praktikisht nuk merrnin pension, merrin asistencë me një shumë deri në 24.000 lekë. Ajo që bëm ne është që bëm reformë pensionesh dhe vendosëm sigurimet në bazë të gjithë procesit. Prandaj sot ka raste pafund mësuesish që për të njëjtat vite pune, eksakt për të njëjtat vite pune, marrin dy pensione të ndryshme. Ata që kanë dalë në pension mbasi ne bëm reformën, marrin pensione më të larta se sa ata që kanë dalë përpara, sepse pensionet e këtyre të dytëve janë të bazuar te sigurimet. Tani, pyetja është shumë e thjeshtë dhe e rëndë. Cila është zgjedhja që duhet bëjmë ne? Nëse ne do të kishim bërë një zgjedhje, ose do të bënim një zgjedhje, që të merrnim parat që janë për të bërë investime, për të bërë shkolla, kopshte, qerdhe, spitale, qendra shëndetësore, rrugë etj, dhe do t'i fusnim për të rritur pensionet, ne e para do bënim eksaktësisht një piramidë që nuk do mbante dot. Pse? Sepse në rast se investimet të kthejnë mbrapa para dhe ti vazhdon rrit ekonominë, parat që jepen drejt për drejt në dorë nuk kthejnë mbrapa para. Dhe do vinte një moment që ne do binim edhe herë tjetër siç ram tek piramida. Kjo nuk është gjëja që duam apo jo. Nga ana tjetër, të gjitha këto që bëjmë ne shkojnë në drejtim të rritjes ekonomisë dhe nga rritja e ekonomisë ne duam që të fusim sa më shumë edhe për pensionet. Pse i kemi bërë ne dy bonuset? Tani njerëzit thonë, s'janë gjë ato. S'janë gjë. 160 milion euro në një harë kohor 3 muajsh për një vend si Shqipëria, për një buxhet si buxheti ynë nuk janë gjë. Janë gjithë shkemat punë, janë shumë për mundësitë tona. Nuk janë shumë për pensionistët, por ama janë më shumë se sa që ishin më përpara. Ajo që tani ne kemi mundësi të shohim më me optimizëm është rritja graduale e pensionit minimal. Për të arritur në një pension minimal 200 euro në fund të mandatit 4. Kush ju thot që kjo gjë bëhet me njëherë, ju thot eksaktësisht të njëjtën gjë që ju ka thënë kur
vajtët i futët lekët në për piramida. Eksaktësisht, asë gjë më shumë, asë gjë më ndryshe, asë gjë më pak. Eksaktësisht të njëjtën gjë. Që të bësh një hap të tillë, të marrësh parat dhe t'i shpërndash pa ditur se ku do t'i gjenerosh përsëri për t'i shpërndar përsëri, do të thotë thjesht dhe vetëm të marrësh frigoriferin që e ke mbushur për gjithë javën, edhe të bësh një fest madhe ditën e hënë, ditën e martë nuk do hash se je shumë i ngarkuar me çka ngrënë të hënën, të mërkurën do të fillojnë problemet, të njëjtën do shpërthesh nga që s'ke asgjë. Ne nuk e bëjmë dot këto. Është shumë e thjeshtë. Por ama ajo që është pak po e sigurt është që plani ynë i pensioneve është i vetmi plan që ju jep pensionistëve më shumë dhe që i mundson familjeve, vajzave, djemve, nipërve, mbesave që të kenë më shumë nesër. Është i vetmi plan. Nuk ka plan tjetër. Dhe tjetra është që të kemi i pension mesatar 400 euro të bazuar tek sigurimet. Që duhet të thënë kjo se kjo është shumë e rëndësishme. Të bazuar tek sigurimet. Ndërkohë që pensioni minimal sigurisht që duhet rritur. Dhe tek pensioni minimal duhet të fusim nga buxheti, se nuk e krijojmë dot ndryshe. Pra duhet ta ngrem pjesën e poshtme më lart. Ndërkohë që përsëris ata që dalin në pension aktualisht prej 10 vitesh kanë pensione më të arsyeshme. Sepse reforma këtë bëri. Dhe nëse ne i qëndrojmë këtij principi, atëherë do t'i bëjmë të dyja. Edhe do t'i lehtësojmë pensionistët, edhe do garantojmë që ekonomia të ketë më shumë kapacitet për të shpërndarë më shumë. Se në qoftë se nuk krijon kapacitete të reja, ç'a do shpërndash? S'ke ç'a shpërndan. Po krijon kapacitete do shpërndash. Prandaj edhe kjo që bëjmë këtu sot është e mirë edhe për pensionet. Prandaj asnjëherë pensionistët nuk duhet shqetësohen kur rriten pagat. Asnjëherë. Pse? Sepse në çdo pagë të rritur ka më shumë për fondin e pensioneve. Sepse nëse ne i japim dikujt, po themi 500 euro, nga ato 500 euro i marrim një kontribut për pensionin shumë të vogël. Nëse i japim 1000 euro, i marrim një kontribut për pensionin më të madh. Dhe të gjitha këto kontribute futen në fondin e sigurimeve dhe na japin mundësi të japim më shumë pensione. Pra nuk është rritja e pagave një gjë që shkon në kundërsens me rritjen e pensioneve. Përkundrazi, çdo rritje page duhet i gëzojë pensionistët për faktin se ka më shumë për ta, si rezultat i marrjes nga sigurimet. Kjo është baza. Dhe t'jeni të sigurt për një gjë që ne e kemi pasur që në fillim, se ne e kemi në ADN-n e forcës tonë politike, e kemi pasur që në fillim dhe e kemi pa pushim, seriozisht ama, jo për të tallur, as për të fituar vota, por seriozisht që ne t'ja u bëjmë sa më të lehtë barrën pensionistëve. Këtë as nuk do ta vëri një dyshim fare. Kurse premtimet me pensione që janë për të quar këmbë për duar trokitur, i bëjnë të tjerët. Pse i bëjnë? Se s'kan gjëndor, se s'do kenë gjëndor. Kur s'ka gjëndor, të premton ç'a duash ti. Apo jo, miku im. Kur s'ka gjëndor, thot, po si më, ç'a do ti? Po të kishe ti, ti ke ndor shumë. Unë po them, po t'ishe dikush tjetër këtu, që s'kishe gjëndor, do i kishe thënë ati zotnis, ç'a keti, problemin e tubacionit ke, e shikon sa të poshtër janë këta, unë do të rregulloj tubacionin, madje do të bëj dhe i pishin aty. Për gjithë lagja. Edhe ty do të thoshte ç'a të dush ti të dëgjosh. Problemi është që s'do kemi mundësi t'i vërtetojmë se s'do t'i provojnë dot, se nuk kanë gjë në dorë. Unë di
për sa kohë që është përgjegjësi për çfarë them, sepse do vi prap nesër, ja, më vjen mirë që ato që i kam thënë këtu i kam bajt. Më vjen shumë mirë në këtë rast, jo gjithmonë të gjitha mund të mbahen në kohën që ti do, se ka gjëra që nuk shkojnë ashtu siç mendon ti. Por ama do vi prap nesër unë, si të të them ty pastaj? Të të them që shiko se kisha menjen, s'ta them dot. Kështu që për pjesën që është e mundur, gjithçka që është e mundur, ne e bëjmë. Dhe pikërisht për këtë, shumë gjëra që janë dukur të pamundura, mund t'i bëjmë të mundura. Dhe e fundit fare që duhet të them para se të largohemi, duhet t'ju prezantoj pak me që ta shihni dhe si person se kush është personi që drejton kompaninë që po bën marrëveshjen me Ministrinë e Mbrojtjes dhe kush është personi që është në krye të kompanisë që ka prodhuar këto dy. E shihni me çudi se nuk e besoni, ha? Se prisnit na i burr me zë trash, si puna ati miku tim atje, po ja. E shef, kjo i ka prodhu këto. Kjo i ka prodhu. Nga Bulqiza është me origjinë, do më thënë, nga Bulqiza, ka shkuar në emigracion, ka mësu, ka ardhë, ka hap një kompani, kompania ka vetëm vajza, që ti s'ke shans të futesh në punë, po, ka vetëm vajza, për të provuar që vajzat janë më të mirë se djemt kur bëhen bashkë, ashtu, se kjo në fakt i natin e kam me babën e vetë, se baba donë të djalë pa tjetër. Nuk bëri do djalë dhe kjo tha, ti tha mendon që me që s'bëre djalë do më shofësh mu si kur jam më e dobët do të tregoj që unë jam djali më i mirë që ti mund të kesh. Edhe ja ku e. Kështu që unë besoj që duke e pa Arietën nuk ju shko menja që këtu do ketë në i shpërthim. Apo jo. Kështu që s'keni pse shqetësoheni. Do prodhojmë makina ushtarake për ushtrin, për policin, zjarr fikse, etj, edhe do t'i eksportojmë. Ndërkohë. Dhe nuk është fantazi kjo, se ndërkohë Arieta, kompania Arietës prodhon, ndërkohë ka quar autoambulanca në Ukrainë, ka quar zjarr fikse në vëndet tjera, kështu që nuk është se është një shaka kjo, është shumë serioze kjo situatë. Dhe duke pas të tilla zhvillime, do kemi mundësi të kemi më shumë për të shpërndarë dhe do rrisim edhe pensionet. Kështu dhe i rrisim, duke rritë dhe ekonominë, bashkarisht. Apo ja. Ju falenderoj shumë, hajde të vjen. Hajde. Do më tregosh kujt i dhon lekët? Do më tregosh kujt i dhon lekët? Ja, jo. Ministri Mërgjë. Jo. Do më tregoj kujt i ka dhënë lekët. Jo, do tregosh kujt i ka dhënë lekët. Do marrim një deklarim. Po. Do të marrim deklarim. Jo. Ata bëra se qefë shu jetë. Jo. Pa qefë laqja shumë. Qefë shumë. Po të shumë, po të të më vjetë. Po ju e dini shumë një orë. Po të të rëgoj më të hipoteka, shumë të zikë. Jo, do vishë, me mu. Ti po t'jesh burë, dhe për zotë nuk të më pratë. Po s'ta dash po, po t'ta dash po. Jo. Ne jam as me persona. Unë nuk të pasë, po s'u poni punë që më.
Hajde, i të shqytë të punën, po të fejqe, Kada posta la zhvotu, kur i qofsh, Imaš pun demokratë socialistë. Ti do më tregosh kush I kujt I ka dhënë lekë. Jo, s'ka. Do më tregosh kush I ka dhënë lekë. Hajde na po rrugën që mos pyet, roba nuk ja po. Ti do të fare, s'u të votën e fondave. I votën do në E para s'kenar për votacion, që të nuk e du. Po vota ime, po se deshe ti ti veqoj. Ti qoj ku dush. As me intereson fare më të nuk më qikjet ti votën, e më diko që do të Kujti po s'ka votu në herë të time, po s'ka votu mas i herë. Nuk ka rësi, se jemi për votën. Nuk jemi për votën. Ti do Si gjithë tjerë, si gjithë tjerë. Për zotin po, kjo zonë është jesh shumë gjithë. Si gjithë tjerë s'funksionon. Po janë shumë gjana kështu. Jo. Sot ka... Do t'i vesh emër. Leso. Mundësi për do të nësiti bashkë. Lojana, shua dhe iket. Lëri këto lëri. Shumë mirë ta bëj, shumë mirë. Lëri këto tani, gjot. Se një drejtur shumë edhe ma të më t'i këndër. Më të nësë të gjithë që do. Ma nuk me jodë në banë të qahalë të mjartë. Në të kemi kreministër. Gjitha. Në kemi kreministër. Por ama, kjo teoria. Që dash lek, edhe pastaj jo si gjithë tjerë. Se me kratë e mija të jetu. Po shkojnë të dushën për minister. Po jo nuk është vetë major. I tulli. Se nuk e ke. Po 15 policë më të rashtojnë sot. Sepse gënjeve. Po, gënjeve për të bo politikë të me mu. As më intereso sa liberisht asë. Më të të më përmen, më se një fare të punon. Po se përmen. Më se një fare. Nuk me intereson asë të javë asë majta. Me intereson kush shkon pun i jap votën. Barë historia. Du fare këto në të në propagandë. Unë për të ti gënjeve dhe unë e di që ti gënjeve. E kaj, pranohet, tu e bona për gjithë shqiptarës. Jo, unë nuk e bona për kërkon, është e vërtet. I japim edhe sot, japim edhe sot. Konkrete. To janë lafë. Të shikore, për lemër, po sa është në gjirë shumë e malë. Dili për zot, që të e burë. Nëse si e burë, bastan po për tjetër. Nëse si e burë. Rëzit. Po rëzit se nuk I bëjë emër pra, se I kam pa shumë si puna jotë. Që flasin e pastaj... Jo, se... Hajde, bëjë... është në gjirë mund të dalë Lërë në gjirë, le dalë shumë të dojë. Jo, s'ka emër.
është unë, ja, po